Ndërsa muaji nëntor ka hyrë dhe festat kombëtare po afrohen, në qytetin e Vlorës duket se ende nuk ka nisur dekorimi tradicional. Në rrugët kryesore mungojnë flamujt, simbolet patriotike, por edhe elementët kryesor që zakonisht vendosen çdo vit në prag të festave të 28 dhe 29 nëntorit. Të pyetur nga Blu Televizion, qytetarët e Vlorës shprehen të pakënaqur për vonesën, duke theksuar se atmosfera festive duhet të jetë e pranishme më herët, pasi muaji nëntor ka rëndësi të veçantë historike për qytetin, por edhe për të gjithë vendin. Sipas tyre, dekorimet kanë rol të rëndësishëm në krijimin e klimës dhe atmosferës së duhur për festat e pavarësisë dhe çlirimit. Patjetër, duhet i shikoja, se kjo është Vlora. Vlora të paktën ditën e flamurit duhet ta bëj, duhet jetë më entuziaste. Flamurët nuk janë vendosur akoma. Po s'ka i do vinë. Duhet ishin vendosur. Po jo, s'ka rëndësi, nuk ka rëndësi, mjafton ta keshin zëmë pas, s'ka rëndësi tjetër. Tosha është kjo Duhet të kishin nisur dekorimet. Po do të kishin nisur, se edhe i mbeten edhe 15 ditë. Ndjehet atmosfera e festit. Nuk ka rallëk i madh edhe as i vetëm mendja e njeriu që ka festë apo nuk ka festë. Ja do ta bëj, ja do vi Edi në Tiranë me gjithë ata të tjerët. Populli çan do të njej, po erdhën ata. Asgjë. Vetëm të bëhet festa, ta dekorojmë Vlorën dhe ta gëzojmë festën e flamurit. Nuk e di fare. Nuk janë vendosur as flamuj. Hiç po, natë. Se kështu kjo, zbeur festa, nuk ka më interes. Asnjë. Çaka. Paka. Shtymë se ka nga ka ngelur dhe. S'ka festë, kur vetëm zi. Nuk janë vendosur as flamuj. Qa flamuj më? Po që do flamuj ne? Që të kesh flamur, do të kesh mirëqenie. Po s'ke mirëqenie, s'ka flamur. Qa kërkoni ju? Po që ndjejmë? 28-29. Flamur s'ka. Po që në da, që ja sa të stabilizohet në që kryetarë bashkisë, ta që u bërë e akoma si di rrugët e Vlorës. Po dhe është Vlora, si si di rrugë. Po në Vlorë, po s'ka shetitur, kështu po shte e lartë. Po e ndjem këtu, po mezi po pres për vit të ri. Po flamujn keni parë në qytet janë vendosur? Jo. Ka shkolla po fillojnë të vendosen. Shumë. Për ne më shumë nga që jemi piktora, më shumë vizatojnë për vit të ri se kështu për festat e nëntorit se sa qetësohemi çik mani pushime. Po ja, çao. Po shkolla ka përgatitur në aktivitet. Po, shumë. Po, e ndijem në dhëtë në gjërama. Flamujt nuk janë vendosur akoma në qytet. Jo, asnjë. E ndjeni atmosferën? Po ku s'është ndër gjë, s'dijem gjë dhe nëse po vi festat. Qytetarët theksojnë se presin një organizim të rregullt dhe të koordinuar, në mënyrë që Vlora të jetë gati për ditët simbolike që afrohen.